Maqedonia atje, a ka një përpos kryetarit asoj komune që ka lëshu posten, a ka ndit do një minister shqiptar, apo zanës kryeministër, apo do një Maqedon me lëshu posten pozicione shen respekti për familjarët që jënë mytë ata njerëzë, apo i rujnë atë kulturë të vete, a ka dhënë në kështë do një, ase e ka lëshu postet ministrit, apo zanës ministrit, absolutisht jo, dhe kryetari... Apo këshirë mu merë me ishë qeverit e kaluara dhe t'ja gjujmë fajnë njëra tjetërin, prej ase për distancës. Absolutisht, kryetari komunës Koçanit ka dhënë dorëheqje përmes Facebookut, edhe pse është mbajt një marsh protestues, ai një dorëheqje është formalitet. Po do ministrat s'ka gjetur formalitet të se ju ai. Po ministrat do të me dhënë aty dorëheqje. Zëvendësisht kryeministri shqiptar. Po nuk është zgjidhja prap. Nuk është zgjidhja, 59 veta kanë vdekë, së shpak, 59 pula me vdekë, se lejnë 59 ama tash nuk do të me ndodhë një tragedi edhe tash jep ti dorëheqje se çfarë ndodh. Është akt moral, do të me marrë një kulturë, e dina çdo kush. Në Francë, veç më i përmend emrin e ministrit, e dina advokatja, mineral shumë pozicione. Ama emancipimi civil në Maqedoni nuk është si këto. Një kulturë do të më fitu në Balkan që nëse ndodh diçka, do të me dhënë minert dorëheqje. Më pëlqej diçka që e tha edhe Ade, e tha që pavarësisht se çka ndodhi, plotson apo si plotson kushtet, ne jemi ata që mbase çdo natë, çdo ditë shkojmë edhe i bëjmë punë